Kjo është godina më rëndësishme historike e shtetit shqiptar. Them më rëndësishme historike e shtetit shqiptar, e gjitha siç e shihni sot është teatri kukullave prej disa dekadash, por në vitin 1921, kur qeveria e Kongresit Lushnjë në vitin 1920 mbriti në Tiranë, ajo vendosi që financat dhe parat të mbledhura nga qeveria për të ndërtuar godinën e parlamentit. Ajo konceptoi këtë godinë, e cila në pjesën e saj qendrore ishte projektuar nga Austro-Hungaria si shtëpi oficerësh, por që nuk funksionoi kurrë. U ndërtua kjo godinë, për cilën u deshën 4 vjet deri në vitin 1925, kur parlamenti shqiptar hyri atje. Godina ruan pothuajse të gjithë strukturën e vjetër dhe në vitin 1925 këtu u shpallur Republika, ndërsa po këtu në vitin 1928 Ahmet Zogu u shpallur mbret i Shqipërisë. Pjesa kryesore e dyshemes është ajo që ka qenë hyrja qendrore, 2 hyrjet e llozhave, duke përfshirë dhe këto. Kjo është llozha ku hynte mbreti, i cili ndiqte punimet parlamentare. Parlamenti shqiptar funksionoi këtu nga viti 1925 deri në vitin 1944, duke përfshirë dhe momentin kur kurora Ahmet Zogut i kaloi Italisë fashiste. Shihni pjesën historike të saj, pra momentin e mbritjes së mbretit në godinë, vendosin pra parlamenti dhe flamuri, dhe godina në momentet e para menjëherë mbas largimit të austro-hungarezëve. Është godina më e rëndësishme historike që shteti shqiptar ka.